Irani pranon të mos prodhoj armë bërthamore drejt një marrëveshje me SBA-n. Bëhet e ditur se një projekt memorandum mirëkuptimi mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, siç raportoi Reuters, duke cituar një zyrtar të lartë iranian. Nëse konfirmohet nga pala amerikane, zhvillimi mund përbëjë një hap të rëndësishëm drejt uljes së tensioneve mes dy vendeve dhe krijimit të një kuadri të ri për programin bërthamor iranian. Sipas burimit iranian, çështja është më e ndërlikuar, mbetet fati e rezervave ekzistuese të uraniumit pasuruar. Detajet për menaxhimin e këtij materiali pritet të diskutohen brenda 60 ditëve nga arritja e marrëveshjes fillestare, ndërsa Teherani kërkon që procesi i hollimit të uraniumit të kryhet brenda territorit iranian. Projekt marrëveshja parashikon gjithashtu lehtësinë të përkohshëm të sanksioneve amerikane ndaj eksporteve iraniane të naftës, duke i mundësuar Teheranit çestë naftë dhe të mbajë të ardhurat e përfituara. Po ashtu raportohet se mund të zhbllokohen rreth 25 miliard dollar asete iraniane të ngrira. Një tjetër element i rëndësishëm i draftit është rihapja e menjëhershme e ngushticës së Hormuzit për gjitha anijet tregtare, ndërsa SBA do të pranonte heqjen e bllokadës detare nga portet iraniane. Në aspektin bërthamor, Irani thuhet se angazhohet të ruajë status quo-n aktuale deri në një marrëveshje përfundimtare pa ndërmarrë pasurim të ri të uraniumit apo zgjerim të objekteve bërthamore.